Ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Shkodër besimtarët musliman kanë festuar festën e Kurban Bayramit. Në faljen e tij para faljes së namazit të Kurban Bayramit, zëvendës muftiu i Shkodrës Arben Halluni foli për fenomenin e largimit të shqiptarëve. Por sot me lejoni me përulësi e dashuri që u drejtohem edhe me një thirrje shpirti zemre, me një mesazh që bëron nga shqetësimi për fatin e vendit ton, për bijtë e kësaj toke që po largohen gjithnjë më shumë, duke lënë pas familjet, rrënjët dhe të armën, kryesisht prindrit që i lënë të gjallë dhe i gjejnë fatkeqësisht në mërmerë. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Allahu Gjeleshanu e ka lidhur riskun me përpjekjen, jo me vendodhjen. Allahu Gjeleshanu thot në Kuranin famlar, dhe ai është që ju bëri ta shikimtar në tokë dhe lartësoi disa për jush mbi të tjerët në shkallë të ndryshme, për t'ju sprovuar në atë që u ka dhënë marrë nga surja El-An'am ajeti 165. Risku nuk është vetëm jashtë kufijve, xhamati i nderuar. Risku është aty ku përpiqesh, aty ku beson, aty ku nuk dorëzohesh. Ai që qëndron me durim, me sabër në vendin e vet dhe punon me sinqeritet, do ta shohë begatin e Allahut Azza wa Jall. Nuk mund të ikim pa provuar gjithçka këtu, pa kërkuar riskun në vendin ton, pa luftuar për të ardhmen këtu ku na ka lindur nana. Ikja nuk është zgjidhje vëllezër dhe motra, pa u përpjekur me dinjitet në vendlinjën tonë. Kjo është sakrifisa jonë, pikërisht sot, të mos ikim, por të qëndrojmë, të mos dorëzohemi, por të ngrihemi, të mos presim, por të veprojmë. Falja e namazit të Kurban Bayramit u organizuar në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër në qytetin e Shkodrës.